Njerëzit duhet të vinë dhe të përtej shuaris të kuriozitetit, për të njohur nga afër armët e ndryshme dhe të periudhave të ndryshme që ushtria shqiptare apo grupe ndryshme shqiptare kanë përdorur, por njëkohësisht dhe për të thelluar në studimet e tyre, për të hartuar materiale të tjera, dhe njëkohësisht jam shumë i kënaqur deri më sot kur janë me dhjetra kërkesat e njerëzit nga momenti i xhirimit të një klipi apo të një materiali në ambientet e atij muzeu, deri në momentet e tjera kur kërkohet bashkëpunimi ynë për sa i përket ndërtimit dhe formësimit të dokumentarëve historik. Pra krijuar lidhja me publikun, po themi, për ta çuar përtej asaj që përfaqëson. Dhe ky ka qenë një fokus dhe ky ka qenë një qëllim, që muzeu të mos jetë thjesht një godinë e cila është ngurosur te materialet që ka, por të jetë e shkrirë në një farë mënyre të kthejë dhe ajo një element shoqëror dhe pse jo dhe shkencor në ata që duan të kenë trajtime të tilla. Kështu që besoj se në këtë rrugë që kemi nisur tashmë, është një rrugë e cila do të ketë një prodhimtari për sa i përket sjelljes të materialeve të reja, njohjes të këtyre materialeve të reja, dhe pse jo kjo të konkludoj dhe në ekspozime të ndryshme, në aktivitete të ndryshme, ashtu sikundër ne kishim planifikuar dhe që besoj se do të mund të realizojmë një bashkëpunim me Institutin e studimeve që është e studimeve dhe trashëgimisë shpirtërore të shqiptarëve që është në Shkup, për të organizuar një aktivitet i cili synon të sjellë në dritë aktivitetin e dy personazheve të rëndësishëm që vinë nga trojet shqiptare përtej kufirit, ashtu sikundër është shefi i parë i shtatmadhërisë ose shefi i parë i shtabit përgjithshëm, është Ali Shefqet Shkupi, që vinte nga Shkupi, dhe njëkohësisht Tajar Titova, i cili ka qenë nga personazhet e rëndësishëm të luftës së shqiptarëve pas shpalljes të Jurjetit, pra të vitit 1908 deri në vitin 1912, dhe një personazh i cili ka mbajtur dhe pozicione publike në Shqipëri, si për shembull kryetari i Bashkisë të Elbasanit, apo momente të ndryshme të organizuar dhe në jetën politike dhe shoqërore të shtetit shqiptar të pas vitit normalisht